Jemi mes maleve e shkrepave të lumës, aty ku po gjirohet videoklipi i kangës për dragojnë e lusnës, Liman Peposhin. Në tinguit e bukur të Qiftelis dhe një melodia autentike lumjane, dy mjeshtrat, Hamit Kastrati dhe Nexhmi Voka, po i japin jetë këtij projekti. Me zanin e tyre të veçantë dhe forcën emocionale që bart kanga e trimave, ata po sjellin një interpretim që të prek thellë, qysh në vargun e parë. Kjo kangë është punu me shumë kujdes, por me rujt frymën autentike të lumës, atë tingull të moqëm, që ndërmote ka përcjell kangët për burrat e trimat e kësaj treve. Ndërsa realizimi i videoklipit i është besu një tjetër emni, një ndër më të mirët që ka Shqipnia, Fatlum Nërguti, edhe ky, bir i lumës, me synin e tij artistik dhe vëmendjen ndaj çdo detaji, ai do të jap figurës së Liman Peposhit kërret madhështinë që meriton. Me pak fjalë, kjo vepër mbetet një homazh i përjetshëm për një burr të lusnës e të lumës që kret jetën e vet, e vuni në shërbim të një Shqipënie të lirë e demokratike. Shumë shpejt kanga dhe videoklipi kanë me ardhur te ju. E besoj fort se çdo shqiptar që ka me ndigju, ka me ndje në këtë kangë namin dhe historinë e këtij burrit të madh, luftëtarit të lirisë. Prej sheshit të gjërimeve të kangës për Liman Peposhin, ju përshëndesim me shumë respekt.